Kam vdekur atë ditë historia e trisht e banores së re të Big Brother VIP Kosova. Eliona Binakaj është banorja më e re që është bashkuar edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova, duke sjellë me vete jo vetëm emocionet e një hyrje të re, por edhe një histori të thellë dhe tepër të dhimbshme jete. Modelja me origjinë nga Kosova e rritur në Gjermani ka kaluar një tragjedi që e ka shënjuar përgjithmonë, të cilën e kishte ndarë me publikun në një intervistë. Disa kohë më parë, në atë intervistë, Eliona zbuloi se në vitin 2021 kishte përjetuar aksidentin më të rënd të jetës së saj, një fatkeqësi rrugore që i mori jetën nënës dhe motrës së saj, ndërsa ajo vetë dhe vllai mbijetuan rrugës për në Kosovë, në territorin e Kroacisë, automjeti ku udhëtonin u përfshin në një aksident fatal që i ktheu përmbys të gjithë jetën. E kemi pasur një aksident në vitin 2021, ka qenë gjëja më e keqe që më ka ndodhur në jetë, më ka ndërruar jetën. Nga një moment në tjetrin, ka rrëfyer Eliona, e cila mezi mbante lotët teksa kujtonte atë ditë të tmerrshme. Ajo shtoi se humbja ishte 2 fishe rënd. Ishim rrugës për Kosovë, aksidenti ka ndodhur në Kroaci. E kam humbur fatkeqësisht motrën dhe nënën. Si një vajzë vetëm 14 vjeçare në atë kohë, pesha e dhimbjes dhe përgjegjësisë ishte jashtëzakonshme. Në fillim ka qenë shumë rënd, sepse mungesën e nënës e ndjen gjithmonë. E kam ndier veten të detyruar të ruaj vllan. Ka qenë shumë e vështirë, më ka ndryshuar jeta brenda 2 minutave. Nuk kam qenë më kurrë e njëjta, kam vdekur në atë moment që ndodhi aksidenti. Me hyrjen e saj në Big Brother VIP Kosova, shumë fansa besojnë se Eliona mund të ndajë këtë histori prekse me publikun e gjerë, duke shpalosur jo vetëm dhimbjen, por edhe forcën me të cilën ka arritur të ecë përpara.